Një aksion i befasishëm policor është zhvilluar mbrëmjen e së premtes në hyrje të qytetit të Vlorës, ku forca të shumta të policisë së shtetit kanë ushtruar kontrolle të imtësishme ndaj automjeteve dhe drejtuesve të tyre. Operacioni është përqendruar në segmentin hyrës të qytetit, duke krijuar një filtr të përkohshëm sigurie për të gjithë mjetet që hynin në qytet. Sipas burimeve, kontrollet janë fokusuar veçanërisht mbi automjetet që vinin nga Aksi Nacional Fier Vlorë, një periudhë me qarkullim më të lartë, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Në operacion ka marrë pjesë forcat e posaçme shqiponja, patrullat e rendit si dhe efektiv të policisë rrugore. Prania e shtuar e uniformave blu dhe mjeteve policore në zonë ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve, duke krijuar për disa minuta edhe ngadalësim të qarkullimit. Burime zyrtare bëjnë me dije se qëllimi i këtij aksioni është identifikimi dhe kapja e personave të shpallur në kërkim, si dhe parandalimi i mbajtjes së sendeve të kontraligjshme, përfshirë armë pa leje, lëndë narkotike apo objekte të tjera të ndaluara me ligj. Kontrollet janë kryer në bazë të analizës së riskut dhe informacioneve operative të mbledhura nga strukturat përkatëse. Gjatë kontrolleve, efektivët kanë verifikuar dokumentacionin e drejtuesve të mjeteve, kanë kontrolluar bagazhet dhe hapësirat e brendshme të automjeteve, si dhe kanë kryer testime të rastësishme sipas procedurave standarde. Çdo veprim është zhvilluar në përputhje me rregullat ligjore dhe me masa të shtuara sigurie për të shmangur incidente të mundshme. Ky aksion vjen në një kohë kur strukturat e rendit kanë intensifikuar kontrollet në disa qytete të vendit, me synim goditjen e paligjshmërisë dhe rritjen e parametrave të sigurisë. Policia apelon për bashkëpunim nga ana e qytetarëve dhe respektim të udhëzimeve të efektive gjatë kontrolleve rrugore, duke theksuar se këto masa ndërmerren në funksion të garantimit të rendit dhe sigurisë për të gjithë.